Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Zgjoheni gjatë natës, trupi po ju paralajmëron për këto probleme shëndetësore. Ka shumë njerëz që u ndodh të zgjohen gjatë natës pas një ëndre të keqe, për nevoja personale apo thjesht sepse ata nuk ndihen mirë. Më së shumti kjo ndodh nga nevojat fizike për të shkuar në tualet apo për të pirë ujë. Mirë po në qoftë se ju ndodh vazhdimisht që të zgjoheni natën në të njëjtën orë, kjo është sepse diçka nuk po shkon mirë me organizmin tuaj. Sipas ekspertëve dhe mjekësisë së lashtë kineze, duhet të keni parasysh se ekziston një mekanizëm i quajtur ora trupore, në bazë të së cilës mund të identifikoni problemet të cilat ju bëjnë të zgjoheni gjatë natës. Ora 9 deri në orën 11, gjatë këtij orari, enët e gjakut dhe arteriet janë njëkohësisht shumë aktive. Çka nënkupton se mund të shfaqni probleme shëndetësore të cilat lidhen me sistemin tuaj imunitar, tiroidet dhe me lodhjen metabolike. Stresi, ankthi, lodhja e ditës dhe konfuzioni ndikojnë ndjeshëm gjatë kësaj faze dhe ju lën pa gjumë. Ora 11 deri në orën 1. Në qoftë se zgjoheni gjatë kësaj fashe orare, duhet të tregoni kujdes me fshikësën tuaj të tëmthit. Kjo pjesë e trupit tret të gjitha yndyrnat që ju konsumoni gjatë ditës. Zgjimi i vazhdueshëm në këtë ju paralajmëron të ndryshoni sa më parë mënyrën e të ushqyerit, të hiqni dorë nga ushqimet e përpunuara dhe njëkohësisht të konsumoni fruta, perime dhe drithra integrale. Ora 1 deri në orën 3 të mëngjesit tregon se mëlçia është një nga organet më të rëndësishme të njeriut, e cila është e lidhur drejt për së drejti me eliminimin e toksinave dhe elementeve të tjerë të dëmshëm që rrezikojnë shëndetin tuaj. Zgjimi në këtë sinjalizon një mbingarkesë të punës së mëlçisë. Për këtë arsye duhet patur kujdes me dietën dhe gjithashtu të reduktoni edhe numrin e cigareve, si edhe konsumin e pijeve. Ora 3 deri në orën 5 të mëngjesit, kjo është koha kur pikërisht moshkrit tuaja mbledhin oksigjenin dhe e shpërndajnë në të gjitha sistemet e tjera duke e përgatitur trupin tuaj për ditën e re. Gjithashtu ato eliminojnë toksinat e mbetura në gjak. Në qoftë se zgjimi në këtë orë shoqërohet me kollitje dhe vështirësi në frymëmarrje, atëherë keni nevojë të dukshme të qetësoheni. Shumë njerëz, gjumi i natës i është kthyer në makth. Shkaku për këtë janë zgjimet në mes të natës. Të dalë një herë gjumi gjatë natës është normale, por në qoftë se kjo dukuri përsëritet, atëherë mund të jetë një shenjë problematike. Mundet që të vuani nga apnea e gjumit. Shumë njerëz nuk e dinë dhe as që e kanë këtë sindrom. Apnea e gjumit është një ndërprerje frymëmarrjes gjatë gjumit dhe një pauzë e tillë bëhet shkak për zgjimin tuaj gjatë natës. Kjo mund të shkaktojë gjithashtu dëshirë për të fjetur gjatë ditës. Mund të vuani nga terrori i natës. Terrori i natës është ndryshe makthi. Gjatë kësaj eksperience të frikshme njeriu është të zgjuar, por nuk e kupton se çfarë po ndodh me të. Madje njerëzit as nuk i kujtojnë çka kanë kaluar kur zgjohen. Vuani nga pagjumësia. Pagjumësia ose thënë ndryshe insomnia nuk është vetëm mungesa e gjumit. Një nga format e saj është edhe paaftësia për të qëndruar në gjumë. Orë të tëra para kompjuterit. 30 minuta para se të flini ju duhet të shkëpusni. Çdo lidhje me ekranin e telefonit apo laptopit është një nga faktorët kryesor përse ju zgjoheni shpesh natën. Vuani nga ankthi apo depresioni. Ankthi ecën paralelisht me pagjumësinë. Problemet me gjumin munden që të çojnë në një gjendje ankthioze apo depresive. Nëse prej kohësh vuani nga diçka e tillë, e mira është konsultimi me mjekun tuaj. Të zgjohesh pas mesnatë në orën 2 apo 3 të mëngjesit dhe të mos arrish të flesh më, është vërtet sfilitëse.
Nuk ka ndonjë shpjegim mistik, ndodh shpesh dhe është përgjithsisht si pasojë e shqetësimeve që krijojnë gjendjet e ankthit. Këtu ne do të përpiqemi të shpjegojmë këtë fenomen në mënyrë që ta kuptoni dhe të keni mundësinë që ta zgjidhni. Nuk duhet të lejoni që ky problem të zgjasë në kohë. Pasojat e zgjimit pas mesnate. Ekzistojnë shumë publikime lidhur me këtë fenomen. Atëherë ju duhet të dini që nuk është diçka e jashtëzakonshme. Bëhet fjalë për reagime të trurit që është në nivele të përpunuara të ankthit. Dhe gjithashtu në disa raste, kur problemi juaj bëhet i vazhdueshëm dhe zgjat në kohë, ai duhet kuruar. Duhet të merren në shqyrtim të gjitha shkaqet të cilat ju bëjnë ju që të zgjoheni në mes të natës. Nëse pas zgjimit ndiheni anksios, atëherë ju mundet që të vuani nga takikardia dhe gjithashtu të ndiheni të kërcënuar. Në përpjekje të dështuara për të fjetur, sërish rritet nervozizmi dhe gjithashtu mendimet e këqija ndikojnë që ju të mos flini më gjumë. Gjithashtu, ky fenomen përsëritet 2 apo 3 herë në javë. Ankthi shkakton zgjimin gjatë natës. Nëse gjatë natës juve ju ndodh shpesh kjo gjë, atëherë ju duhet të shqetësoheni. Puna mundet të jetë e lodhshme ose keni nevojë për një moment pushimi. Gjithashtu, duhet të keni parasysh se ankthi godet në një mënyrë të drejtpërdrejtë dhe gjithashtu fillon të ndryshojë me karakteristika të lehta gjatë kohës së pushimit. Të gjitha këto ndikojnë sigurisht në fazat e gjumit. Ankthi fragmenton gjumin dhe vështirëson arritjen e fazës REM, fazë ku gjumi bëhet i thellë dhe truri interpreton këtë ankth si kërcënim, si diçka prej të cilës duhet të largohet. Ndjesia e kërcënimit ndërpret të dhunshëm gjumin pak kohë pasi ju ka zënë. Si ta zgjidhni këtë problem? Para së gjithash duhet gjetur burimi i ankthit. Duhet të kuptoni se diçka nuk po shkon siç duhet. Përpiquni që të bëni ndryshime të vogla në përditshmërinë tuaj. Vendosni prioritet. Ndryshoni disa zakone në mënyrë që t'i jepni trurit stimuj të rinj për të shkarkuar gjithashtu tensionet tuaja. Bëni gjithmonë një shëtitje të paktën 30 minuta përpara se ju të flini gjumë, në mënyrë që t'i jepni trurit stimuj të rinj dhe të ecni dhe të merrni frymë thellë. Kur të ktheheni në shtëpi, ju duhet që të bëni një dush dhe të shkoni në shtrat sa më të çlodhur. Mos e lodhni veten tuaj me mendimin nëse do zgjoheni sërish gjatë natës. Vendoseni vetes si detyrë që duhet të flini. Gjëja më e mirë që mund të bëni dhe më e vështira është që sigurisht të zbrazni të gjitha mendimet tuaja. Lexoni diçka dhe sigurisht duhet të përqendroheni në atë që po lexoni. Dhoma gjithashtu duhet që të jetë sa më e freskët dhe ajrosur mirë. Temperatura e duhur e dhomës tuaj duhet të jetë 20 gradë sipas ekspertëve. Gjithashtu mund të përgatisni edhe çajin e bananës ku përbërësit që do t'ju duhen janë një banane organike, një tenxhere të vogël dhe një shkop kanellë. Së pari priteni skajet e bananës, zhvisheni atë dhe më pas vendoseni në një tenxhere me ujë të valuar së bashku me lëvozhgën. Lëreni atë për plot 10 minuta dhe pastaj kalojeni sërish në kulles. Shtoni gjithashtu kanellën dhe pijeni para se ju të shkoni për të fjetur. Frutin e mbetur mund ta përdorni për të përgatitur gjithashtu një ëmbëlsirë tepër të shijshme. Çaji me banane është një mënyrë e jashtëzakonshme për të trajtuar problemet me gjumin tuaj. Duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos t'i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj.
Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.